regjistrim të manipuluar nga Edi Rama dhe Filip Çakulli, në të cilin përmendej shifra 700.000 euro, që në vërtet ishte letër me shkrim që një kompani i kishte dërguar Ilir Mec se mosbatimi vendimit të gjykatës ndaj saj, ajo kishte fituar vendimin për një gjykatë për një dorë centrale. Dhe mosbatimi vendimit i ka kushtuar atij një dëm 700.000 euro. Ajo letër ekziston në dokumentat të shtetit, ekziston kudo. Dhe pas ekspertizës ju bë regjistrimit, doli se ajo ishte cut and paste në 27 vende. Në 27 vende, instituti më serios i ekspertizës në Itali. Pavarësisht nga kjo, Ilir Meta, duke ditur standardin që ekziston, më ka ardhur zyrë, më ka thënë unë jap dorëheqjen nga çdo detyrë shtetërore, sepse unë nuk shkoj të ulem para një prokurori si zëvendës kryeministër. Unë do shkoj të ulem si qytetar para tij. Kjo më takon dhe ka dhënë dorëheqje. Ka dhënë dorëheqjen pra për një akuzë që Edi Rama kishte montuar me Filip Çakullin se ato 700.000 euro që ishin në shkresë në cilat një kompani shqiptare, mos gabohem me pronar nga Elbasani, pretendonte se është dami që është shkaktuar se ne nuk kishim zbatuar, ministria nuk zbatonte vendimin e gjykatës. Po, ishte deputet. Ishte deputet, po. Kjo është e vërteta. Ai tha, jo, unë do shkoj. Kurse këtu bëhet fjalë për 90 milion euro të zhdukura me dokumenta zyrtare, dhe kjo nuk ka faj, sepse faj është i Edi Ramës. Jo, faj është edhe i saj, edhe i Edi Ramës. Të dy. Po ky është standardi. Ky është standardi. Pra, ne jemi në këto kushte, ku opozicë i mohohen të gjitha të drejta kushtetuese dhe rregullore, në të cilin Edi Rama sundon mbi të gjitha ligjet dhe institucionet, mbron në mënyrë flagrante, nuk është rasti i parë. Jo. Këtë ka bërë me Sajmir Tahiri. Ju kujtohet ju. Solli antimafia italiane kërkesën për arrest për Sajmir Tahiri. Sepse e kishte dokumentuar në qindra regjistrime me klanin Habilaj, e kishte denoncuar ne, e kishte denoncuar Zagani, e vërteta është që ka merit jashtëzakonshme, që ishte oficeri antidrogës kryesor në zonë. Dhe ata erdhën dhe Edi Rama zgjodhi të sulmoj prokurorët për kërkesën dhe nuk lejojnë. Nuk lejojnë arrestim në ti. Madje asgjë. Histori tjera pasaj se si ja imponuar. Edhe u detyrua të jap dorëheqjen ai me radhë. Kështu që është totalisht në mbrojtje të vjedhjeve të korrupsionit dhe ne gjersot bëm çdo përpjekje për të shfrytzuar çdo hapësirë për të përmbush detyrimin ton kushtetues ndaj zgjedhësve tanë, por
qeveria mbylli çdo hapësirë. Dhe ne sot duhet të diskutojmë për përgjigjen që do japim kësaj gjendje të pa shembull që s'ka ekzistuar ndonjëherë. Së treti, duhet nalem pak tek ligji.